Unë do të thoshe që gjykata speciale që ka marrë e ka gjykuar sot kërërët e UÇK-s është mishërim i kontradiktave që ka pasur komuniteti ndërkombëtar gjatë ndërhyrjes në Kosovë. Mos ta marrim që hyri NATO, Shtetet e Bashkuara, ka pas një dialektikë edhe me faza shumë negative. Pra, zoti Xhufi, ju e keni fjalën për dilemat e vendimit për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Pikërisht, ka pas vende të cilat ishin kundër, kanë qenë vende të cilat pasaj u detyruan, hezituan, pasaj e pranuan, po kontribuan shumë pak. Ka pasur, se mos harrojmë që në kohën e ndërhyrjes së NATO-s, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Britania e Madhe, Italia, Spanja, ishin vende që çuditërisht drejtoheshin nga Parti Socialdemokrate. Mos harrojmë edhe këtë. Ka pas dhe një unitet, si thuash, që është i rëndësishëm për politikën në këtë aspekt. Por mos harrojmë që ata që bënin opozitën e brendshme, edhe në Shtetet e Bashkuara, por në Itali, po të mos mbështeste Berlusconi, D'Alema si kishte numrat. Urdhëro? Në Itali, po të mos mbështeste Berlusconi, D'Alema nuk i kishte numrat. Ashtu si edhe me Francën skeptike. Dakord, Berlusconi është rast i veçantë, por në Britani të Madhe, drejtuesi i opozitës në atë kohë bënte propagandë që për të mos tu angazhuar Britania në ndërhyrjet në NATO. Po kështu edhe në vende tjera, edhe në Spanjë, edhe në Francë, kishte zëratilla. Në Francë ne dim që ka pasur presidenti Chirac, po qeveria ishte Chiracu, ka qenë një përjashtim në politikën franceze ndaj shqiptarëve, kështu në shekuj. Chiracu, Berlusconi, po, pra Chirac ishte një rast i izoluar. Zot Xhufi, duket një qasje kurajoze, por edhe freskët e interesante kur thoni që kjo mund të jetë një reflektim i skaluarës së shteteve. Doja të thoja pikërisht që kjo gjykatë e cila është kthyer në gjykatën për ish-krimet në Jugosllavi, kjo është identifikuar me gjykatën që do trajtonte kriminalët e luftës, Miloševićin edhe gjithë kriminalët e tjerë serb. Kjo hyri sikur do ishte një gjykatë që do merrej, siç u tha, do merrej me krimet, me vrasjet, me atentatet që ishin bërë mas çlirimit të Kosovës, dhe tani merret pikërisht, shikoni çfarë akuze. Duket se alibia qëndron shumë larg realitetit. Shiko, thash ka një degradim të kësaj gjykate, e cila ka përfunduar në rolin e gjykatës të Tribunalit të Hagës për krimet në Jugosllavi, që hetoi krimet në Bosnjë-Hercegovinë dhe krimet në Kosovë, pasaj të Miloševićit. Këtu jemi. Si parashikoni ecurin? Kosova është një lloj stagnacioni, pavarësisht se sot feston ndër të tjera dhe 18 vite shtetësi. Kur them stagnacion, e kam fjalën për rrugën dhe prosperitetin eurointegrues, mes një pezullimi nga Bashkimi Evropian, edhe një dore që në momente caktuara duket pa vëmendje nga SBA-t, me 121 shtete që e njohin, por pa integrime që nevojiten, me NATO-n e munguar. Ky është problem tjetër. Pastaj kalojmë në një korsi tjetër tani. Këto janë pasaj problemet e politikës që kanë ndjekur forcat të ndryshme politike në Kosovë. Në përgjithësi thash që Kosova ka ecur dhe gjithkush ka meritat e tij, por ka dhe gabimet. Jo, pyetja ime është proces i këtyre përmasave dhe i kësaj natyre, me ish-krerët e UÇK-s që kanë qenë lidershipi predominant i Kosovës, a afektojnë rrugën paralele që Kosova do duhet teste në ndërkohë? Padyshim që ai ka krijuar një boshllëk të madh në jetën politike njerëz, se nuk përfaqësohet dhe është vënë në akuzë ajo, po themi, drejtuesit e asaj force politike dhe ushtarake që ishte UÇK-ja, dhe që realizoi dhe aleancën e madhe të Kosovës, e pamenduar ndonjëherë, e shqiptarëve në tërësi. Ka qenë kjo një aleancë e jashtëzakonshme me Shtetet e Bashkuara dhe, po themi, me të gjitha vendet demokratike. Tani ne kemi dënohen dhe këtu është, si thuash, për të venduar në kokë. Ne këtu kemi një zhvillim i cili këta i vë para gjyqit, apo jo, dhe vlerëson ndoshta edhe brenda Kosovës persona, individ, forca politike, të cilat kanë përgjegjësi në këtë gjendje. A keni lexuar në ndonjë moment si akt kompensues?
Shiko, kjo akt kompensues, unë nuk besoj që t'jetë një akt kompensues, unë e thash ndryshe. Ka një devijim, ka një, po themi, një triumf të skeqjes në përgjithësi sot, në të gjithë botën. Dhe jo vetëm në episodin e shkrerëve të UÇK-s. Nuk është vetëm ky episod, por në këtë rast ka këtu një triumf të keqes. Tani, le të flasim të jemi më konkret. Përmendi Arioni që ata kanë një dosje kaq, apo jo, në gjykatën speciale. Kush e ka bërë atë dosje? Autorësia e Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Unë them që ka dhe denoncime që kanë ardhur nga shqiptarët, sepse edhe ne jemi problematik. Shikoni, në momente vendimtare, shqiptarët janë darë, nuk kanë qenë koherent bashkë. Edhe ne në Shqipëri, në kohën e luftës antifashiste, u ndam në dysh. Edhe në fakt kjo është optika reale e historisë. Po, këtu është realizmi që do të thoja. Tani të them edhe më shumë, unë e thash që ka meritat e saj LDK-ja, presidenti Rugova pa tjetër. Po Rugova ka qenë në gjyqjen e Miloševićit, apo jo, është ballafaquar si dëshmitar. Kur Miloševići i thoshte që ti më ke ardhur e me ankuar që UÇK-ja do të vrasë, edhe ai nuk i dha ai përgjigje. Një pjesë dialogu që në fakt ka qenë dhe publik. Ka qenë publik, e kemi parë, e ke edhe në, po duar shife, unë e kam parë vonë madje, e kisha dëgjuar kështu, po e kam parë vonë. Kështu që, po guxoj që shkoj deri këtu për të thënë që ka pasur dhe bashkëpunëtor. Po janë vrarë në luftë, janë vrarë edhe informatorët e armikut, apo jo. Në luftë, kjo është normale, vritet informatori, kur ke siguri, vritet informatori i armikut, i cili informonte nga një fshat i Kosovës, thë, këtu ka ardhur UÇK-ja sot edhe u doq, apo jo. Ndodhi ngjarja në Prekaz, ndodhi kudo. Të paktën formalisht akuzat nuk janë për çështje informatorësh, por ne kemi kohën e kufizuar, dua edhe një det fundi, zoti Zogaj. Më thoni, a e shihni si barikadues procesin që paralelisht po ndodh në Hag, me atë që presupozohej se duhet të ndodhte me ecurinë dhe perspektivën e Kosovës? A mund të bëhet pengesë apo akt kompensimi? Kjo që po ndodh në Hag nuk mund të bëhet pengesë. Kosova ka marrë rrugë dhe rruga nuk ndalet. Janë dy çështje që ne jemi të indinjuar sepse po shtrembrohet historia në raport me UÇK-n si organizatë politike ushtarake për kontributin që ajo ka dhënë deri në çlimin e Kosovës. E thamë edhe pak më parë dhe po e përsërisim që gjykata u ngrit për çfarë ndodhi pas luftës, nuk gjykohet çfarë ndodhi gjatë luftës sepse është legjitimuar kjo organizatë nga komuniteti ndërkombëtar dhe lufta nuk është për të ngrënë pilaf. Lufta është luftë, ka dhe të vrarë, ka viktima, ka akmarë, ka tjere tjere.